Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Një operacion I gjatë policor që nisi në orët e para të ditës përfundoi me arrestimin e 2 personave të shpadur në kërkim në Fusharës, Erzen Nuka 35 vjeç dhe Julian Çumraku 34 vjeç, të cilët u lokalizuan nga policia e Pukës në një banesë në lagjen Orosh, në fshatin Kurezi, ku tentuan të fshiheshin pas ishin pikasur gjatë lëvizjes së tyre. Thirrjeve të policisë për t'u dorëzuar dy të rinj u përgjigjen me kundërshtim, duke lëshuar kërcënime dhe duke qelluar me armë zjarri në drejtim të efektivëve. Për shkak të rrezikshmërisë së situatës dhe dyshimeve se të 2 personat ishin të armatosur rënd, në ndihmë të policisë së Pukës mbërritën forcat speciale Renea, të cilën morën kontrollin e operacionit. Rrethimi I banesës zgjati për më shumë se 12 orë, pavarësisht intensifikimit të thirrjeve për dorëzim nga negociatat e policisë. Uka dhe Çumraku vijuan rezistencën e armatosur, derisa në vendngjarje u thirrën edhe familjarët e tyre për të ndihmuar në ndërprerjen e përplasjes. Vetëm pas ndërhyrjes së tyre, gjatë orëve të mbrëmjes, 2 të kërkuarit pranuan të dorëzohen. Pas neutralizimit të situatës, policia arrestoi 2 të rinj, Erzen Nuka, I cili kishte marrë një plag në këmbë gjatë përplasjes, u dërgua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit në banesë, forcat speciale zbuluan një arsenal të plotë armësh dhe municionesh, 4 armë automatike, një pistolet, 17 granata dore difensive, municion luftarak, kapsolla detonatore elektrike, fitil zjarrpërcjellës, 2 gëzhoja si dhe një flamur të organizatës terroriste ISIS. 2 të arrestuarit rezultuan persona me precedent penal. Erzen Nuka ka qenë më herët I dënuar për nxitje të urrëties dhe grindjeve, ndërsa Julian Çumraku për vjedhje dhe kanosje. Të dy pritet I nënshtrohen hetimeve të mëtejshme për akuzat e reja që pritet të rëndojnë ndaj tyre, përfshirë mbajtje pa leje, kundërshtim të forcave të rendit dhe rrezikshmëri të jetës së efektivëve. Një tjetër atentat I rënd ka tronditur lushnjën këtë të martë 25 nëntor rreth mesditës pranë stadiumit të qytetit. Persona ende të pa identifikuar hapën zjarr ndaj 45 vjeçarit Julian Sulo, I njohur ndryshe si Juli Pashakos. Si pasojë të shtënave, Sulo mbeti I plagosur në këmbë dhe u transportua me urgjencë drejt spitalit, ku fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e atentatit, policia gjeti disa gëzhoja të cilët po analizohen për të përcaktuar dhojën e armës dhe autorët e mundshëm. Hetimet parake tregojnë se atentatorët lëvizën me një automjet pa targa, të cilët e braktisën dhe e dogjën pak minuta më vonë në fshatin Lifaj. Brenda mjetit të djegur u gjet një pistolet që dyshohet të jetë përdorur gjatë sulmit. Forcat e policisë së Lushnjës ngritën në një herë pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit, ndërsa po verifikojnë kamerat e sigurisë për të ndjekur lëvizjen e autorëve. Grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e ngjarjes që dyshohen të lidhen me konflikte të vjetra kriminale në zonë. Julian Sulo është një emër I njohur për policinë e shtetit. Ai njihet si kundërshtar I betuar I Aldo Bares, kreu të bandës famkeqe të Lushnjës. Emri I tij doli sërish në skenë pas masakrës së vitit 2017, ku u ekzekutua Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi, miq të Xhulio Shkurtit, nipit të Aldo Bares. Sulo u dorëzua në polici atëherë, por u la I lirë për mungesë provash. Policia po heton disa pista për fshirë konflikte të hershme mes grupeve rivale, ndërsa vijon kërkimi për autorët e atentatit që plagosi 45 vjeçarin. Ju njohim me zhvillimet politike, ku do të sjellim informacionet kryesore që kanë shënuar skenën politike dhe reagimin e aktorëve politik në vend. Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot individ të Komisionit Evropian dhe ambasadorin e BE-s në Tiranë Silvio Gonzato për sulme të targetuara ndaj opozitës shqiptare, duke komentuar deklaratën e komisioneres për zgjerim Marta Kos për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Berisha tha se qëndrimet e saj përkojnë me ato të Gonzatos. Të ngjashme, por jo identike me qëndrimet e zonjës Kos, janë qëndrimet e ambasadorit Gonzato, I cili është një përçues I propagandës paguar të Edi Rams dhe I dizinformimit pa përmbajtur. Në Bruksel, sipas Berishës, po përhapen të pavërteta dhe për strategun e tij të fushatës elektorale, Kris Lasivita. Se Kris Lasivita ka sjell këtu çekun 9 miliard eurosh në rast se fiton Shqipëria për të shkputur nga Bashkimi Evropian. Shqiptarët duhet ta dinë se kjo është propaganda e Edi Rams, është përcjell në të gjitha nivelet në kancelarit në Bruksel. Dhe këto janë shpifje të turfe, do bleka mos antarësimin, përkundrazi. Politika e Shteteve të Bashkuara ka qenë është që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian.
Gjithashtu, kreu i Partisë Demokratike theksoi se shqetësimet e opozitës lidhur me shndrimin e Shqipërisë në një narkoshtet janë konfirmuar edhe nga përfaqësuesit e djathtë ndërkombëtar pas pjesëmarrjes së tij në takimin e CDI-s në Brazil. Berisha paralajmëroi se opozita do të vazhdojë të denoncojë çdo përpjekje për dezinformim dhe manipulim, duke mbajtur qëndrim të qartë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Diplomati amerikane Nancy Van Horn e ngarkuar me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë zhvilloi takim me kryetarët e grupeve parlamentare më të mëdha, Tauland Ballën dhe Gazmend Bardhin, duke i angazhuar në diskutime mbi prioritetet e institucionit ligjvënës dhe pritshmëritë e qytetarëve shqiptar. Në një deklaratë publikuar nga ambasada në rrjetet sociale, Van Horn theksoi se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtyllat e institucioneve të forta politike. Ajo bëri thirrje që përfaqësuesit e të gjithë spektrit politik të punojnë së bashku për të ndërtuar një vend më të sigurt dhe të begat për qytetarët. E ngarkuara me punë, Nancy Van Horn zhvilloi takime frytëvënëse me kryetarët e grupeve parlamentare, duke i angazhuar ata në planet e tyre për të përmbushur pritshmërinë e popullit shqiptar. Ajo theksoi se dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtyllat e institucioneve të forta politike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara pret të bashkëpunojë me përfaqësues nga i gjithë spektri politik për të bërë vendet tona më të sigurta dhe më të begata. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi konfirmoi se gjatë takimeve u trajtuan edhe çështje të rëndësishme të sigurisë. Gjatë takimit me të ngarkuarën me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Van Horn ndavai qëndrimin ton mbi luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe regresin shqetësues të Shqipërisë në raport me standarde demokratike. Për fat të keq, gjatë këtyre 12 viteve Shqipëria është drejtuar nga një qeveri partnere e krimit të organizuar dhe të karteleve të drogës. Kjo qeveri qëndron në pushtet përmes parave të pistat të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mesazhi kryesor i këtyre takimeve ishte se dialogu i hapur dhe konstruktiv duhet të mbetet gur themeli i funksionimit të lartë shqiptar, duke forcuar transparencën, bashkëpunimin politik dhe angazhimin ndaj qytetarëve. Do të kalojmë tek aktualiteti, ku do të pasqyrojmë ngjarjet më të rëndësishme të ditës me fokus çështjen që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Deputeti socialist Ermet Peçi, një herë ish kryebashkiak i Tepelenës, është paraqitur sot në ambientet e Spakut, ku ka qëndruar për rreth 75 minuta. Ai mbërriti në progurinë e posaçme rreth orës 10 dhe hyri pa shoqëruar nga një avokat, çka tregon se është marrë në pyetje në cilësinë e personit që ka dieni për hetimet që po zhvillon organi i akuzës. Pas përfundimit të seancës, Peçi shmangu deklaratat për media duke u treguar i rezervuar mbi arsyet e thirrjes së tij. Dyshohet se marrja në pyetje lidhet me kallëzimin e depozituar më herët nga ish deputeti demokrat Arben Ristani, i cili ka denoncuar abuzimet të pretenduara me detyrën në një vlerë prej disa miliona eurosh. Ermet Peçi u bë pjesë e kuvendit në zgjedhjet e 11 maj të këtij viti, pas dorëheqjes nga posti kryebashkiaku të Tepelenës, një detyrë që ai e mbajti për disa vite. Prokuria e posaçme vijoi hetimet për të verifikuar pretendimet e kallëzimit dhe rolin e tij në këtë çështje. Gjyqtari Asim Vokshi ka marrë zyrtarisht detyrën si antar i ri i gjykatës kushtetuese pas ceremonisë së betimit të mbajtur në presidencë, duke u betuar mbi kushtetutën. Ai shënoi fillimin e mandatit të tij 9 vjeçar në këtë institucion të lartë të drejtësisë, duke zëvendësuar kryetaren Holta Zaçaj, e cila i kishte përfunduar mandatin që prej muajit prill. Asim Vokshi u zgjon nga gjykata e lartë në fund të shtatorit, pas një procesi votimi ku asnjë nga 3 kandidatët nuk arriti të merrte shumicën e cilësuar prej 3 të 5 të votave. Në këtë kushte Vokshi u shpall fitues automatikisht sipas parashikimeve ligjore. Zgjedhja e tij u kundërshtua nga kandidatja Naureta Llagami, e cila e çoi çështjen në gjykatën administrative dhe atë kushtetuese, duke pretenduar se procesi kishte parregullsi. Llagami argumentoi se një votë dhënë në favor të saj ishte shpallur e pavlefshme, pavarësisht se sipas saj ajo do ta kishte shpallur fituese. Vota në fjalë kishte 2 shenja, një rrethim te numri 2 ku ishte rënditur emri i Llagamit, si dhe një shenjë plus në anën tjetër të fletës, çka çoi në anulimin e saj, por të gjitha pretendimet e saj u rrëzuan nga organet gjyqësore. Pas përfundimit të procesit gjyqësor, presidenti Bajram Begaj priti Vokshin në ceremoninë solemne të betimit, duke formalizuar hyrjen e tij në kushtetuese. Kjo ceremoni shënoi dhe mbylljen e mandatit të Holta Zaçaj si kryetare e gjykatës kushtetuese. Me largimin e saj, institucioni do duhet të zgjidhë një emër të ri për drejtimin e punimeve dhe administrimin e vendimarrjes së gjykatës.
Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut në Strasburg ka gjetur shkelje në të dyja shkallët e procesit të vettingut të ish-gjyqtarit të Gjykatës së Lartë Shkëlzen Selimi. Sipas vendimit të publikuar këtë të martë, organet e vettingut, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit nuk garantojnë një proces të paanshëm dhe të drejtë. Ata nuk morën parasysh argumentet e Selimit dhe nuk i dhanë kohë të shqyrtonte pretendimet e ngritura ndaj tij, duke shkelur të drejtat e tij për një gjykim të drejtë dhe për privatësi të garantuara nga artikulli 7 fraksioni Konventës Europiane për të drejtat e njeriut. Shkëlzen Selimi u shkarkua nga KPK në korrik të vitit 2018, ndërsa vendimi u la në fuqi në KPA një vit më vonë. Gjatë procesit, organet e vettingut e konsideruan Selimin të papërshtatshëm dhe me lidhje me elemente të krimit të organizuar, ndërsa ai e braktisi seancën duke e cilësuar procesin si të komprometuar. Selimi nisi karrierën e tij gjyqësore në Vlorë, ku shërbeu për më shumë se një dekadë dhe në vitin 2011 u zgjoll antar i Gjykatës së Lartë. Vendimi i Strasburgut shënon një fitore të rëndësishme ligjore për ish-gjyqtarin, duke theksuar nevojën për respektimin e standardeve ndërkombëtare për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe garantimin e të drejtave të tyre në proceset disiplinare. Dy operacione të ndara të policisë së shtetit kanë përfunduar në arrestimin e dy shtetasve në Kamës dhe Shijak. Në rastin e parë, shërbimet e komisariatit të policisë numër 5 në Kamës kanë ndaluar një automjet të dyshim tip Volkswagen në fshatin Kasall, pas informacioneve operative se drejtuesi i tij mund të qarkullonte i armatosur. Gjatë kontrollit, efektivët gjetën në automjet një armë zjarri pistolet së bashku me krahër dhe fishek, të cilën 34 vjeçari e posedonte pa leje. Ai u arrestua në flagrancë dhe tani përballet me akuzën e armbajtjes pa leje. Në një rast tjetër, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Shijak kanë arrestuar një 27 vjeçari i cili dyshohet për një seri vjedhjesh në biznese të ndryshme të zonës. Sipas hetimeve, i riu ka vjedhur shumë parash, sende me vlerë dhe aksesorë të ndryshëm në një market, si dhe dy biznese në fshatrat Borak dhe Xhavzotaj. Policia thotë se provat e mbledhura e lidhin këtë shtetas me të paktën 3 raste të vjedhjeve të kryera më herët. Materialet procedurale për 2 ngjarjet janë referuar prokurisë së Durrësit, e cila do të vijojë hetimet për vepra penale të ndryshme, mes tyre armbajtje pa leje dhe vjedhje. Të nderuar teleshikues, do të kalojmë tek informacionet dhe zhvillimet më të fundit nga Kosova. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag nuk kanë ende një datë të përcaktuar për shpalljen e vendimit ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë qeveritare të Kosovës të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në një deklaratë për media, zëdhënësi Mikel Doili bëri të ditur se sipas rregullores vendimi supozohet të merret brenda 3 muajve nga përfundimi i deklaratave përmbyllëse që pritet të mbyllen me 30 janar. Ai shtoi se rregulloria parashikon edhe një mundësi shtesë për 2 muajsh në situatë të jashtëzakonshme ku gjykatësit duhet të japin arsyetim të posaçëm për shtyrjen e afatit. Hashim Taçi, Kadri Vasili, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në paraburgim që prej nëntorit të vitit 2020. Sipas akt akuzës, ata akuzohen për një sër veprash të rënda përfshirë vrasjen e më shumë se 100 personave, mbajtje në paraburgim të palishëm dhe torturim të qindra viktimave gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Dokumenti i prokurorisë, i cilëson të akuzuarit si pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që synonte marrjen dhe ushtrimin e kontrollit në territorin e Kosovës në çdo mjet, përfshirë eliminimin e kundërshtarëve politik apo atyre të perceptuar si të tillë. Të nderuar teleshikues, do t'ju njohim me parashikimin e motit për ditën e nesërme dhe të sjellnim informacione rreth kushteve atmosferike. Territori shqiptar për datën 26 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht me rreshje shiu dhe stuhi në disa zona. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja pritet të sjellë rreshje intensive dhe stuhi në jug dhe përgjatë Bregdetit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku rreshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 5 deri në 7 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit pritet të arrijë deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 26 nëntor do të jetë në orën 6:35 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:21 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 26 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me reshje shiu të her pas hershme dhe vranësira. Paraditja do të shoqërohet me reshje në shumicën e qyteteve, ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike në perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 13 gradë Celsius në ulësira. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 26 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 26 nëntor do të jetë në orën 6:33 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 12 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj, 5 deri në 12 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov, 7 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik, 7 deri në 11 gradë Celsius. Suharek, 6 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit që qëndruat në shoqërinë e Drita Televizion. Për lajme dhe të tjera zhvillime ju lutem klikoni në drita.tv. Gjithashtu mund klikoni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime të njëpasnjëshme. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion, bashkë miru takofshim në edicione të tjera.